ne jemi fazën përfundimtare, do thotë është Këshilli Organizativ në Evropë që kemi bërë në Evropë para disa ditëve, kemi pas takim me shumicën e shteteve të Evropës, me njerëz të Margata, që është Margata është për lavdat që na kanë ndihmuar shumë këtë rast, dhe do thotë ne jemi vetëm përfundim dhe kështu ne shpresojmë se me datën 16 nëntor në ora 13 para asamblesë së përgjithshme të Këshillit të Këshillit të Evropës do të jemi prezent ato dhe do të ngrisim zërin pikërisht ku në ato objekt, në atë parlament është ngrit një rezolutë që dini edhe ju për një gjykatë speciale, një rezolutë e një njeri të çmendur të një dikmorti i cili ka marrë dhe ka mashtruar më të them deputet e Evropës me një dokumentacion, me një shpifje me ambasadorin serb dhe ambasadorin rus dhe ka bërë rezolutë që gjëra në Shqipëri ka ekzistuar një shtëpi verdhë dhe bëja gjykatë speciale, që është një gjykatë e njashme, një gjykatë e padrejtë, ku në botë nuk ekziston gjykatën e njashme. Sipas informacione kam dëgjuar, edhe kam shumë mesazhe në telefon, kam si më kanë thënë, pe Prishtinë nuk besoj si do të ketë autobusa, kanë gjetë bileta lirë prej Tiranës dhe Shkupi. Kanë gjetë për Bazell edhe për Stuttgart kanë marrë bileta shumë lirë që fati i jon dhe fati i qytetarëve që do të udhtojnë për Kosovë dhe Maqedonia dhe Shqipëria, kanë gjetë bileta për Bazell të Zvicrës kanë gjetë shumë lirë, do të thotë aty 160 km mes Bazellit dhe Francës 160 km që do të vinë, është një numër bukur i madh. Kryetari i Këshillit Organizativ që punon, edhe është shumë të bashkëpunuar me policinë që na kanë liu hapësirën, kanë arrit policia të sigurisë në parkingin për autobusa dhe për makina që s'kan ndodhur në Holland, tu kanë ndodhur. Tu kanë bërë hapësirën për kerre, do të thotë për makina edhe për autobusa të veçantë. Ne presim diku numrin mbi 5000 deri në 6000 vet të jenë para Strasburg këtë ditë. Nga Kosova besoj do të kalon numrin mbi 1000 udhëtar që do të vinë. Kam dëgjuar se agjenci që vjen keq për agjencive pse i kanë shërtuar biletat dje dhe par dje. Kjo është e vërtetë ose më lejmëron se i kanë shërtuar biletat në Shqipëri, se kanë nxjerr në Shqipëri kanë nxjerr shumë bileta kosovar. Vjen keq që kanë shfrytzuar rastin disa kompani të shërtojnë biletat që ka qenë shumë lirë para disa ditë, kanë qenë diku 72 euro me shkollë marr për Bazell. Tash dëgjova kanë bërë 120 euro, kanë bërë që merr keq për disa qytetarë se sigurisht kanë mundësi marr. Këto kanë shfrytzuar kompanitë. Jo është e vërtetë kanë shfrytzuar kompanitë dhe kanë shtuar biletat, prerë kanë shtuar. Në Strasburg kemi informacione të sakta, s'ka vend hotele. Kjo është e vërtetë, nuk ka vend hotele që kanë bërë rezervime shqiptarët, kanë bërë rezervime shumë e kanë bllokuar Strasburgin. Kjo është shumë e vërtetë, djellë sot na kanë emëruar, nuk ka vend tash të largu në periferi apo në qytete të tjera, ty morë hotele shqiptarët kanë shkuar deri në Kolmar. Kolmari është afër aty 7 km, deri në Kolmar kanë mërri shqiptarët të bëjnë rezervime që s'ka më. Kjo është e vërtetë, nuk ka rezervime për hotele. Kjo shumë e saktë që sot na kanë emëruar s'ka. Kështu që unë shpresoj dhe duhet besoj fuqishëm në merkatën për rreth shtetet, sidomos Gjermania, Zvicra dhe Italia, shumë vende edhe Belgjika që do të ketë. Jam i sigurt se autobusa do të ketë bukur mirë prej Belgjike dhe prej Gjermanie, pjesës se Zvicra ka shumë ofër edhe Franca, po do të ketë autobusa për tjera vende, do të ketë autobusa që do të vinë bukur shumë, po na jemi të kënaqur me 6000 vjet. Unë shpresoj të kalon numrin se ne kemi besuar edhe në atë kohë që në Holland nuk do të bëhen mbi 6000, po janë bën 11500, ka thënë raporti policor, po janë bën mbi 11500. Ne s'kemi besuar për Tiranë, mbi 82000, 47000 kanë qenë në Prishtinë ditë. Kështu që çdo ditë do të rrit numri i qytetarëve, të besimi shumë i madh të shoqata të dalën nga lufta. Se për atë po në histori shoqata bëjnë kaq protesta kaq mëdha. Edhe për atë po ndodh që brenda 6 muajve apo 4 muaj, fakt 5 muaj në fal, janë 4 protesta rrallë se marrën. Çdo muaj apo çdo 5-6 javë na ka një protestë, unë ju kërkoj falje qytetarëve se ndoshta kemi lidhur, po është afati minimal, unë është afati shkurt që më 22 dhjetor për mbyllë gjykata speciale. Do të thotë me këta me presidentin dhe të tjerët. E ne duhet para nëse dytit të kryjmë këto protesta, e kemi edhe një protestë fundit që do ta bëjmë Shkup, s'kem caktuar datë, shpresoj muajin dhjetor do ta bëjmë publike para nëse dytit që do të marrë edhe Shkup protesta. Unë në Holland, po protesta po në Prishtinë, i falenderoj komunat. Pse komunat kanë mua autobusa. Ne kemi paguar 24 autobus, të vetëm donatorëve, kemi paguar 24 autobus për protestën e bërë. Tjerë autobus i kanë një komunat, shumë komuna, si për shembull Skenderaj, Drenosi, Klina, Mpej, s'na ka paguar komuna, kemi çuar ne autobus, ne kemi paguar me parë donatorëve, 7 autobusa ne kemi paguar shumë vena që më si përmendit as se vjen pak edhe keq, veç 24 autobuse kemi paguar ne si organizatorë veteran lutës, gjithmonë me donatorë se organizatorë veteran nuk ka parë.
edhe institucionet e kom fjalën të qeveria, asnjë me të lek, si thonë, asnjë lek s'na kanë ndihmuar deri më sot. Në Holand prapë na kanë ndihmuar donatorët. Kemi gjetë shok ton, ty falënderu, tash me emën po ka dalë një shoq i joni punon në një institucion dhe ajo është bërë sebeb 5 autobusa për Kosovë. 2 veteran nga Belgjika kanë paguar 2 autobusa. Kanë thonë mëse e përmend emrat, prapë unë do t'i falem përmes të mediat juve që i falem 2 ata veteran jonë është i smur, është shumë gjendje tron, ka paguar autobusin me 85 vjet dhe një shok tjetër ai ka paguar 2 autobuse kanë paguar për Kosovë fjolla, 7 autobusa kanë qenë anon, paguar nga ata donator dhe nga 2 shok tonë veteran. Kështu që qeveria nuk na ka ndihmuar. Protesta në Tiranë kanë qenë 82 autobusa. As tu s'kemi paguar asnjë autobus. Tu e falënderoj komunat shumicën edhe kryetari i Prishtinës Preparim Roma, i cili na ka çuar autobusat në pej. Kryetari i Prishtinës Preparim Roma, se kryetari i PIS s'na ka hik autobusat, s'na ka ndihmuar dhe Preparim Roma ka intervenuar dhe ka çuar pej autobusat, edhe kemi çuar një autobus në Drnas edhe në Malisheli se ka bëj, dhe kompania Shori, që mos jes borë se më keq, kompania Shori do thotë, këtu na kanë ndihmuar tjerë autobuse na kanë komunat. As tu s'kemi paguar autobusa me parë ne. Për post protestën e parë, protestën e Tiranë nuk kemi paguar asnjë autobus. Kretë ju falënderoj komunave, shumica komunave, edhe shokëve tonë që edhe kompania kjo Shori, kompania Shori që është autobusa që ka.